Sonte është spektakli Zhurma Show 2004. Nuk ka marrë që ta marrë ndonjë çmim, ka marrë t'i pres musafirët të cilë do të marrin çmime sonte. Atëre, po presim për pak çaste të shohim se kush nga yjet e estradës, sepse gjitha troje shqiptare janë të mbledhur sonte pikërisht në spektaklin Zhurma Show 2004. Ja, edhe motrat Ismaili, Adelina dhe Zamfina. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Sonte shumë mirë po dukeni. Ju faleminderit shumë gjithashtu. Adelin? Faleminderit. Mua më thanë më herët në shtëpi, po dukesh si Nusja Gjakove sonte. Për mu kjo është kompliment. Faleminderit edhe prej teje. Pretendoni që të fitoni sonte diçka? Po, vetë ardhja këto dhe vetë nominimi është emocionues, kështu që une drejtën them ka marrë që të kënaqem dhe të kaloj kohë të mirë, jo të fitoj ndiçka, po nëse fitoj atëherë pse jo, shpërblimet janë shumë të mirë sa ardhëna. Adelina, pretendon me këngën Në Kosovë po luhet komod? Po të pretendoja, atëherë sigurisht se do të pretendoja të juria, mirë po nuk kom pas qasje atje. Kemi ardhur që ta kalojmë një mbrëmje të bukur, edhe të shohim kolegët tanë, kush fiton, kush nuk fiton. Ndoshta edhe është pak e rëndësishme kur e ki atë emocionin që ti duar të rëkasësh dikuj, edhe kur e din që po vlerësohet puna jote, që kjo me rëndësi që puna jonë po vlerësohet, do me thonë. Tjerat, a fitojmë ajo është do me thonë relative. Urime, sonte suksese, shpresojmë se do e merrni ndonjë çmim. Faleminderit shumë, po folje para si jo ma e madhe. Faleminderit shumë e shpresojmë. Faleminderit edhe prej juve. Faleminderit shumë. Në këto momente kemi edhe një fituese, pra është femra më e votuar në internet, Adelina Ismaili. Dhe ftojmë Adelinën. Hajde zemër. Urime shumë. Urime. Urno. Një duar të rëkitje i lutem e meriton shumë. Unë s'pari dua që ta falenderoj Zotin, natyrisht dhe nënën, sikur se bëjnë gjithë bota, për këtë çmim, pastaj adhuruesit e mi, duke mos harruar në asnjë moment bashkëpunëtorët. Nuk është lehtë që të shpallësh idol i të rinjve në Kosovë. Kjo është një përgjegjësi e madhe dhe një emocion i cili vetëm sa vjen të godet, shumë e më shumë. Prandaj pa tjetër duhet t'i përmendi shumë njerëz që kanë ndikuar që Adelina Ismaili sot të jetë një idol, një personifikim i rinisë, ashtu si që janë votuar. Dua të kaloj në për etapa të ndryshme për të mos e tepruar, ta falenderoj kompozitorin Naim Krasniqi, i cili e bëri Adelina Ismailin këngëtare për fëmijë. Të kaloj në një etapë tjetër të adoleshencës, kur kompozitori ishte Ilir Berani. Kompozitori imi. Dhe bëri një Adelina adoleshente, por një përshëndetje speciale dhe falenderim special, pa tjetër se mbetet tek në gjatë mujovi virusi, i cili ishte udhërrëfyesi, falenderit në emër gjithëve, i cili ishte një udhërrëfyes dhe njeriu që faktikisht e ndërtoi karrierën time deri sot si këngëtare dhe karrierën muzikore. Dua ta falenderoj publikun, organizatorin e kësaj mramje, në asnjë moment duke mos i harruar ata që sonte po na shikojnë dhe mediumin i cili sonte e bëri të mundur këtë transmetim. Ju faleminderit, ky shpërblim le të jetë sonte për njeriu në zemrës time, i cili sonte nuk është me neve. Faleminderit. Falenderojmë Adelinën për këtë fjalim kaq të bukur. Pop albumin më të mirë. Janë 3 po m'doket. Është Adelina Ismaili, mbretëresh e robëresh. Është Shpat Kasapi, pa ty si jetoj. Dhe Gili Dashnoria. Dhe Zarfi veç ka arritur këtu. Pa hamendje, shpejt. Vish pak dhe mos më gotni jo, vish pak, që ta shtërgojnë e vetë. Faleminderit shumë për trofe. Okej. Po bona tash apet gentil, po vidire që tu bilem. Quva Adelina e s'ko?
E njeri, urime çmimin. Faleminderit. Faleminderit shumë që më dhe mikrofonin. Dab. Faleminderit që më S'ka ndihmove gjojsh. me ardh deri këtu. Nuk është vetëm merite imja për pop albumin më të mirë, dhe sigurisht që këtë çmim nuk e meritoj vetëm une. Është çmimi që cili takon bashkëpunëtorëve të mi, duke filluar nga Nejat Mujovi Virusi, Andira Ndobrava, Beka, Florent Boshnjaku dhe shumë aranxherë e kompozitorë të tjerë për të vazhduar tek mediumet të cilët e përkrahën këtë album, emisioni o pop njeri, pa tjetër Radio Televizionin 21, më së shumë t'i falenderoj ata që dëgjuan dhe e blen këtë album. Publikun tim, dhe natyrisht falenderoj jurin profesionale cila më dha këtë çmim. Faleminderit. Vërtet nuk e Adelina, kam pritur. e di se me bo më lalon mu e ty me fol 24 orë, folim, bëj muhabet këtu. Urime edhe njerë shumë për çmimin, edhe Faleminderit. besoj që tash vitin 2006 edhe ndonjë çmim tjetër do ta merr nëse punon veç. Shumica këngëtarëve, të themi të gjithë, kënduan vetë në skenë. Por ne kemi para parë, jo ne, por organizatorët e Zhurma Show Awards 2005, pra janë drejtuesit e Ziko kompanisë këtu në Prishtinë. Kemi para parë edhe çmimin e duetit më të mirë të vitit. Jo pak duetet suksesshme ka pasur këtë vit, por se cila do t'jetë më i miri, do të shohim tanit në asje dhe Dona Zarfin, edhe do t'a zbulojmë. E më pas të nominuarit janë këta që po i shihni në ekran, Adelina dhe Zamfina, dy motra në një frajer, Kthjellu dhe Alban Skenderaj diçka, Labi, apo Labinat Tahiri, dhe Leonora Poloska, apo Syni Syni i i Zi, Zi, më falni se nuk mund të lexoj edhe aq mirë dhe nga këtu. Mimoza dhe Shkumbini, Lule Mimoze. Janë padyshim motrat që pushtojnë zakonisht skenën shqiptare. Adelina dhe Zamfina Ismaili. Urime. Faleminderit shumë. Kush po e merr, Adelina apo Zamfina? Kjo është e jam. E kujt ishte ideja ta bëni këngën? Ideja ishte e imja, e inspiruar nga raste të ndryshme që i shohim kohën e fundit, që po ndodhin tek ne, cilat nuk më pëlqejnë as pak. Ndërsa ideja për bashkëpunimin me Zamfinën erdhi që si ide e fundit shpëtimtare, sepse isha skeptike që ndonjë kolege tjetër do të pranonte të bashkëpunoj me mua. Në këtë rast, Dhe e meriton trofeun atëherë. Do ta falenderoj edhe nënën tënde Monën, e cila gjithmonë atë e falenderova une. Faleminderit shumë. Faleminderit për të gjitha ja dedikoj publikut tim dhe gjitha atyre që më duan dhe na duan. Faleminderit. Faleminderit. Zamfina dhe Adelina Ismaili në skenë fitueset e çmimit dueti më i mirë i vitit 2005 në Zhurma Show. Faleminderit shumë që ishit me ne. Urime dhe njarë. Mirë Adelina, mirë se erdhe në Gjilan. Mirë si e gjeta. S'farin për shfrytëzoj rastin me ta uru ditëlindjen. Oh, faleminderit. Shumë urime për ditëlindjen, të urojmë shumë sukses. Faleminderit shumë, faleminderit që Çfarë po pret sonte Adelina? Nuk e di që jo me nominume në Zhurma Show nuk kom mungu asnjëherë. Zhurma Show ka qenë gjithmonë një kënaqësi shumë e madhe për neve, po tash po e shoh që po bëhet një ngjarje shumë madhështore, edhe me të vërtetë jam shumë e lumtur. Adelina asnjëherë nuk mungon me pamjen tënde ekstravagante dhe me pamjen shumë të mirë dhe shumë të recë, për këtë arsye pat edhe një broritje shumë të madhe nga Xhilanasi. Faleminderit shumë. Për kujdeset për pamjen? Në këtë rast mund të lavdohem që kam qenë unë ajo që jam për kujdes, edhe fustanin e kom dhurat. Faleminderit. Faleminderit shumë, sa i përket Gjilanit, une
pak edhe me kas ko marrë në Gjilan se gjithmonë fansat më të mirë edhe njerëz që me të vërtet, me zemër edhe me shpirti dujan saksisht në Gjilan. Faleminderit shumë për fjalët e mira për Gjilan Asis, unë do të them që po ta dishin çfarë je duke thënë për momentin, gjithë do të vraponin për të më të përqafu. Nesër do të dëgjojmë, po sigurisht prej këtyre që janë këtu barikadave, nuk munden, po megjithatë ka kohë, ka vend ku unë do t'i përqafoj edhe do të më përqafoj. Adelina, turojmë shumë suksese, shpresojmë që të fitosh, takomin e after party, të presin shumë kolega atje të tut dhe ata që të dojnë shumë. Faleminderit shumë, edhe unë e shpresoj që t'jem me juve në after party se për fitore ja bojmë disi. Dance, videoklipi më i mirë në Zhurma Show Awards 2009, të nominuarit janë nga 5 videoklipet në kategorinë Dance videoklipi më i miri është Dance videoklipi më i mirë është fitues Qemail Mustafa. Më falni veç që kemi përzi me zgjedhje. Deri dje kemi shku me zgjedhje. Tash radhën e ka, ta thot Delfina. Nuk i është fjala këtu për lëvizjen politik, por për muzikë, të rresul. Është fituese Adelina Ismaili. Adelina Ismaili. So much heaven, so much hell, so much love, so much pain, so much more than I thought this one. Urime Adelinës për çmimin. Vetëm një moment, i përshëndesim kolegët nga Radiotelevizioni i Kosovës, faleminderit shumë. Sigurisht ke diçka për të thënë, me që urimet thash për çka e morë ti. Unë natyrisht do t'i falenderoja fillimisht familjen time që më kanë bind me bo videoklip, se ka shumë, mos tom sheku i po vite që s'kom bo videoklip. Faleminderit, falenderoj menaxherin tim për punën e pa kompromis dhe për krajen pa kompromis. Këtë gjë, më së shumti do doja që të falenderoj fansat e mi që kanë qenë arsyeja pse është bo ky videoklip. Besa edhe kolegët cilë njëherë e një kohë i kam shiku në televizion duke thonë, o zotë, sa mirë është me qenë pjesë e juja. Faleminderit. Urime nuk thashën e për çmimin se ti ke marrë shumë çmime gjatë jetës tënde, por Më falë, se cili është i mirë se ardhën. Ashiqore. Mirë, ne kemi përgatitur një befasi, po jo me tort, për ditëlindjen tënde sonte në skenë. Këtu janë edhe fëmijët që u futën ashtu shumë papritma në skenë, kjo është edhe befasia që sollën ata. Do të afrohemi tek ata, sigurisht që ti nderojmë edhe ata dhe ata ty. Për ditëlindje po të përcjelli deri në fund të skenës, lutem. Dhurata vetëm që mund ta bëjmë. Vazhdojmë me nda çmimet e Ziko TV-s për emisionin Top 10 VIP, Top 20 Ziko TV edhe çmimi për Ziko TV. Top 20 Ziko TV. Ha ha. Fituese për Top 20 Ziko TV është Me qenë se është gjinji e bukur edhe gjinji femërore, unë kësha dashur një dardërkitë shumë të madhe për Adelina Ismaili. mirë ma bone që të...
Faleminderit shumë, shumë faleminderit, është privilegj për mua që t'jem nderuar kaq shumë. Kam qenë pjesë e kompanisë Ziko, po gjithashtu edhe Zhurma Show. Besoj që nga fillimi, nga njëherë pa shpërblyer, nga njëherë shpërblyer. Gëzohem edhe njëherë që jam mesin e juj, mesin e kolegëve të mi. Gëzohem për gjitha të mirat që ndodhem këtu edhe për ato ekceset e vogla, pa cilat nuk bën të kalohemi. Të rikujtojmë se nga njëherë ne jemi edhe terapi psikologjike për njerëz. Caktum, po, jemi këtu edhe për të gëzu, sepse të ralla në këto momente. Faleminderit edhe njerë gjitha atyre që më vlerësun, urime gjitha atyre që janë shpërblyer, urime dhe atyre që nuk shpërblen, sepse gjithmonë jemi shpërblyer nga publiku. Faleminderit, faleminderit Ziko! Videoklipi i vitit. Adelina Ismajdi. Unë me të vërtet, sinqerisht kjo është, më falni, nuk ka ndodhë me marrë shpërblim njeriu edhe mos me qenë emocionum, po saqërisht kur jenë këtë mes këtu. Kisha pas dëshirë se edhe unë si Genci, pavarësisht se na mote kemi kriju koalicionin, kom dëshirë me folë, pak, disa fjalë. Gjithë e dim që këto drasa janë të shejta, dhe ai videoklipi cili sonte u shpërbly, dhe jam pafundësisht e lumtur, ka qenë një ide faktikisht e kopjuar, ndoshta. Ne kemi një madhështi, kemi një legjend gjallë dhe jemi me fat si popull, si komb, kisha me thonë, që në mesin tonë jetojnë ende legjendat e gjalla cilat a kanë aktruar, kanë kënduar ashtu si që nuk këndon kush do të më në botë. Kanë qenë dhe janë të parritshme. Unë po e shfrytëzoj rastin tash si qërshim bitort, kisha me thonë këtë organizim bukur i cili nuk ndodhi në Prishtinë, po në Gjilan, dhe si individ, si Adelin jam shumë e lumtur që po ndodhi në Gjilan, që t'ju tregoj faktikisht që kënga ime e bazuar mbi këngën folklorike shqiptare, një videoklip i bazuar në aktrim, në stile të ndryshme, ka qenë një tentim i vogël që t'i ngjaj asaj legjendës gjallë, skenës, prapaskenës, të kulturës mbar shqiptare, zonjës afër cilës pata fatin të ri sonte dhe kam pas fatin ta njoh dhe t'ja prek e t'ja put dorën këtë jetë legjenda gjallë. Nezhmije Pagarusha. Jam me fat që e njoh, ju falenderoj gjithë dhe për këtë shpërblim, faleminderit, është një klip që jam munduar të realizoj, nëse ja kam arrujtur atëherë, ky çmim i dedikohet edhe njëherë, do të mundohem t'i përmbledh gjitha me një fjalit vetme, edhe pse kom vështirë. Nanës time mas pare cila më ka bind, që të kthehem me një klip dhe familjes time, menaxherit tim, që e ka rikthy një Adelin në skenë edhe njetë, fansave të mi, klubit fansave në diaspor, në Malin e Zi, në Kosovë dhe në Shqipni, faleminderit shumë, por do të thosha, po e përsëris edhe njëherë, mësë shumë të kolegëve të mi, edhe atyre që më pëlqenjë, edhe atyre që së më pëlqenjë, se është ndërë me qenë pjesë e juja, edhe këto durët e mija që po dridhen po të regojnë që nuk jom të rajtë, jo tash. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Edhe njerë po e them pata nderim, t'jem pjesë, me qenë në Zhurma Show ka qenë gjithmonë kënaqësi. Tash po e përjetojmë si ngjarje e vërtet kulturore cila e ka peshën edhe madhështinë e vet. Ju faleminderit gjithë atyre që na kanë mundësu t'jemi pjesë e kësaj madhështie. Faleminderit Toni, faleminderit gjithëve, faleminderit. Faleminderit shumë.